Tirana ka fituar 1-3 në transfertën e Besës dhe pas javës së 20 të Superligës e sheh veten në vendin e parë të renditjes, një provë force kjo e skuadrës së Kolës, që vazhdon në curim pozitive, e cila bëri që Bardhë Blu të përfundonin me sukses ndjekjen ndaj Vllaznisë, e cila ka ndalur në Rushdi Bizhuta dhe Elbasanit. Deklaratat e javës të dy trajnerëve, se do të kërkonin me çdo kusht pikët në këtë ndeshje, konfirmohen me dy skuadrat sulmuese që e zbresin në fushën e lojës. Tekniku Vendas Ilir Daja i beson sulmin ndyshe Saliti Fortunat, ndërsa Kola përgjigjet me Memellin e Xhafaj, të ndihmuar pas krave nga kapiteni Muka. Si Besa ashtu dhe Tirana hynë me njëherë në ndeshje, megjithatë janë futbollistët nga kryeqyteti që japin sinjalin e parë me Memellin, i cili shkon shumë pranë golit. Sulmuesi i vetëm me Zendeli nuk arrin të kalojë portierin dhe më pas mbrojtësit Kavajas. Besa përgjigjet me të njëjtën monedhë vetëm 1 minutë më pas. Fortunati vetëm me Albanin nuk arrin të dërgojë topin në rrjet. Në stadiumin e Besës luhet një sfidë e hapur, me Tiranën më të qartë në lojën e saj. Të besuarit e Kolës shtyn përpara për sulmuesit Bardhë Blu, bën gjithçka mirë deri kur duhet të finalizojnë. Ndeshja do të ruante të njëjtin ritëm deri në minutën e 29, kur Xhafaj do të kalonte Tiranën në epërsi. Sulmuesi i Vlonjat shfryzon në mënyrën më të mirë një arkim të Mukës nga e djathta dhe me kokë dërgon topin në rrjet, 1-0 për Bardhë Blu. Besa kërkon të reagojë më njëherë, por Progni nuk arrin të devijojë topin në portën e Albanit. Kavajasit ngrihen në lojën e tyre në fundin e pjesës së parë. Aliti shtyn përpara nga e majta, por nuk arrin të gjejë gjuhën e përbashkët me Fortunat. Por pikërisht kur fraksioni i parë ishte në limitet e tij, Mihani do të kthente barazin në fshifra. Kapiteni i Besës ekzekuton saktësisht një goditje dënimi nga më shumë se 20 metra. Topi në fillim përplaset në shtyllën e djathtë dhe më pas ndalet në rrjet. Ky gol do të kthente skuadrën në barazim në dhomat e zhveshjes. Si Daja ashtu dhe Kola i besojnë zgjedhjes së parë për 45 minutat e dyta, duke u kthyer në fushë me të njëjtët futbollistë. Besa nis pjesën e dytë në sulm. Kavajasit presojnë në gjysmëfushën e Tiranës, por në të njëjtën kohë lejojnë hapësira në repartin defensiv. Pikërisht këto boshllëqe shfrytëzohen maksimalisht nga Bardhë Blu që shënojnë dhe golin e dytë me gollin. Mbrojtësi harrohet nga futbollistët Vendas dhe pas shërbimit të Lilës nga e djathta, rikthen Tiranën në avantazh në minutën e 54. Megjithëse skuadra e tij fiton, Kola mendon të japë më shumë shpejtësi të tive, jashtë Xhafaj për të lënë vendin Mozakës. Edhe Daja bën lëvizjen e parë duke forcuar sulmin me Kulin, që merr vendin e Ishkës. I sapo futuri në lojë, mban skuadrën e tij përpara dhe Besa i afrohet barazimit me mërtirin në minutën e 58, por përpara portës mbrojtësi gjuan lart. Daja nuk pajtohet me humbjen dhe hedh në fushë një tjetër sulmues, jashtë Aliti për Abil Aliaj. Megjithatë janë miqtë ata që shkojnë shumë pranë golit të tretë. Memeli gjuan me kokë brenda zonës, por topi shkon ngjitur me shtyllën e djathtë pingule. Tani ndeshja është e hapur, me aksione nga të dyja skuadrat. Kuli me një gjuhëtje të fortë nga distanca e detyron Albanin ta grushtojë topin, ndërsa në krahun tjetër Zendeli bëhet shpëtimtari i portës së tij, duke ndalur një gjuhëtje të agollit që shërbet sakt nga Muka. Rast i mirë për Tiranën për golin e tretë, që gjithsesi nuk do të vononte. Nuk mund të mungonte në takimin me golin Memeli. Në minutën e 75, golashënuesi më i mirë i kampionatit i shpëton përsëri mbrojtjes dhe këtë herë nuk gabon, duke shënuar golin e qetësisë për skuadrën e Kolës. Me 2 gola në epërsi tekniku Bardhë Blu mendon të ruajë rezultatin duke hedhur në lojë sefën që zëvendëson kapitenin Muka. I ndryshëm është diskutimi për skuadrën e Dajës, që në kërkim të dëshpëruar të golit harron mbrojtjen dhe Memelit bën shëdoj në zonën kavajase. Në minutën e 85, sulmuesi po kredesar gjuan prirët nga e djathta, por këtë herë shënjestra e tij është e gabuar. Asgjë për të shqetësuar, minutat e mbetura janë shumë të pakta, po aq sa tentativat e Besës për të shënuar. Gjuhetja e vetme është kjo e Mihanit që nuk mund t'i bëjë keq Tiranës, e cila pas vështrëllimit së fundit të kryesorit Çekaj e sheh veten në vendin e parë të renditjes në Superligë. Ndekja ndaj Vllaznisë përfundoi këtu, por për skuadrën e Agustin Kolës nis një tjetër mision i vështirë, ai i ruajtjes së kryesimit. Po të referohemi lojët sotme, kundërshtari e meritoi fitoren sepse ishte superior ndaj nesh. Nuk arritëm dot që të rikuperonim mungesat që kishim, sidomos në repartin e mbrojtjes, kur me sushorët dhe sulmuesët kundërshtar pothuajse në çdo aksion dilnin zbuluar. Kemi filluar pjesën e dytë diçka më ndryshe, por kemi marrë një gol që për një vendosje komplet gabim mbrojtjes. Sigurisht që kemi fut veten në një situatë jo pozitive. E kam thënë gjatë gjithë javës që do jetë e vështirë në Kavaj. Ju e pat vetë, e fatikisht ishte e vështirë.
duke ditë se Kavaja këto 3 vjet ka pasi grup mirë, unë e kam thënë dhe them, do isha vëzdisha pa pikë nga kjo fushë. Më pëlqeu do ekipit, ishin mobilizuar, arritëm atë objektiv që kishim, thash, jo më kënaq kur them që morën 3 pikët. Gjithmonë e kam thënë që çdo ndeshje për ekipin në Tiranës do jetë ndeshje si finale. Do mundona të majmë këtë ritëm, mos bip do fori, se e kam thënë të tjera me 2 ndeshje, me 2 barazimet të kalojnë ekipet për parë. Kështu ka ndodhur gjatë kampionatit.